Rritja e çmimit të naftës gjatë ditëve të fundit duket se po reflektohet drejt për drejt edhe në sektorin e bujqësisë, duke vështirësuar ndjeshëm punën e fermerëve në vend. Kostoja e lartë e karburantit ka ndikuar në proceset bazë të punimit të tokës, duke rritur shpenzimet për çdo ndërhyrje bujqësore. Në fshatin Paqram, në bashkinë e Vallëtëdejës, ku kultivimi i ullinjve është një nga aktivitetet kryesore ekonomike, fermerët theksojnë se përveç rritjes së çmimeve, mungon edhe mbështetja nga institucionet shtetërore. Dylimi ka shku 20.000 lekë. Edhe vazhdon edhe mashtërit punimet e gjanat, a ke parasysh, a shumë vështirë me këto çmime që janë sot. Çfarë kultivoni më shumë fshat? Këtu më shumë ullë kena amnotesh, a ke parasysh, po ullët nuk banë që është baltik toka, është tokë shumë baltike, edhe nim nga shteti s'kena fare. E pasi nim nga shteti, përmesojmë, avancojmë, a ke parasysh. Dhe me thonë nuk merre si mencionin? Ja. E blerja kimikateve, është pak e vështirë? A shumë e vështirë. Një thes shkon 30.000 lekë, 40.000 lekë thesi, i bjen 100.000 lekë këndali, a ke parasysh, shumë vështirë me jetu sot. Punojmë këtë, me shparsa dobta. Ka diku rritja çmimeve, kena probleme shumë, është shumë e përvështirë për të përballuar. Dhe me thonë ka një rritje të fortë? Po, edhe noftë edhe nuk kena mundësi me përballu. Po blerja kimikateve, është e vështirë me? E vështirë, shumë e vështirë. Sa dolim tokë keni mjell? Kena mjell 3 dolim me gjysë, 4. Në tu janë mjell 6 dolim, 3 gjysë, 2 gjysë janë një parcelë, ma për tej, në fush. Sa vështirë është me mjell i dolim ulli? Sa shkon prodhimi i dimit? Po sa dush më shkon, tash më Punimi i tokës? 15, plugu 25, 20 freza, një punim. Është e fije vështirë për me mjell? Po e me se karabaranti, shkaj ku të zbanë ma. Përmytje, janë thatë jemi disë u mollën, përmytje që këtu ka nej 3 muj, kënjet. E blerja kimikate është e vështirë? Sa kushtoni thesë? Sa dush, 4 thasë 80.000 lekë, 20.000 lekë thajsi, 25 kg. Dhe me thonë është e vështirë me punu më fshat, me punu tokë? Vështirë ma burve që së rrimë që në vlen gjaku, si me thëmë në punu, po çmimit pensionista, që del pensioni, i laqen gjona. Dhe du të rana me sa të kena mundësi, po do pluja, nuk ka investim. Sipas fermerëve, aktualisht punimi i një dynimi tokë arrin në 35.000 lekë, një kosto e konsiderueshme që po rëndon mbi ta, sidomos në këtë periudhë të mbjellave. Ata shprehen se kjo situatë po i detyron të reduktojnë sipërfaqet e kultivuara ose të punojnë me humbje. Zona fushore e Zadrimës, e njohur për rendimentin e lartë dhe cilësinë e tokës, po përballet me sfida të shumta. Banorët theksojnë se përveç rritjes së çmimeve, edhe përmbytjet e herpashershme kanë ndikuar negativisht në prodhimin bujqësor. Fermerët paralajmërojnë se nëse situata vjon në këtë drejtim dhe nuk ndërhyet me politika mbështetëse konkrete, bujqësia në këto zona rrezikon të pësojë një rënje të ndjeshme, duke ndikuar jo vetëm në ekonominë lokale, por edhe në furnizimin e tregut vendas.